Për mua ishte një kënaqësi shumë e veçantë të isha sot këtu si folse në konferencën e organizuar nga Business Network Albania në Berlin, ku për më tepër u fol dhe shqip dhe një aktivitet kaq të bukur me një pjesëmarrje kaq të madhe, veçanërisht të rinjve, një aktivitet që sjell së bashku energjinë e sipërmarrjes, fuqinë e rrjedhëzimit dhe potencialin e jashtëzakonshëm që ka diaspora shqiptare. Dhe realisht ne diasporën shqiptare nuk e shohim vetëm si një ndërlidhës mes Shqipërisë dhe diasporës, por edhe si një partner strategjik për zhvillimin ekonomik, për transferimin e njohurive dhe për krijimin e mundësive të reja. Dhe prania e gjithë këtyre të rinjve këtu është një sinjal i qartë se në fakt ekziston një brez i ri shqiptarësh që dëshirojnë të ndërtojnë ura bashkëpunimi, të investojnë dhe të kontribuojnë më tej në zhvillimin e vendit. Suksese Business Network Albania me këtë iniciativë kaq të bukur për të bërë bashkë të gjithë shqiptarët e diasporës në mënyrë që ata të japin një kontribut të vyer për investimet në vend, për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe për promovimin e Shqipërisë në gjithë botën.